pasu shko. Ndërkohë, një problematik tjetër që e kanë thënë edhe banorët është pikërisht ura e fshatit. Ura. Ju keni dhe fëmijë. Po. Sa e vështirë është për ju? Shumë e vështirë, me gjak të ngrirë, i laj rrobat, se them, o babo merë dhe fëmija, e kthe kokën 20 euro. Mbrapa se mos më ka nervë fëmija. Ju shkoni të lumi për të larë rrobat? Po, shkojmë për të larë rrobat, e kthe kokën 20 euro, mbrapa kam frikë, o babo, mos merën tash, mos ikën tani, ikën pastaj, erdhën pastaj. Me gjak të ngrirë. Sytë ati mbajmë shumë të ura se të rrobat. Ka ndodhur përpara ndonjë incidenti me ura? Gjerë tani, shqyqyr Zoti, falenderoj Zotin që mi ka rojtur, të 3. Se po mos e Zotit t'ja le faleminderim këtë, se ai mi ka rojtur që nuk ka nervë. Se unë saj që kaloj të 2 përdore të vegjlit. E madhja s'para kalon, po këta të vegjlit njërë e vin pas me. Kujt i bëni thirrje sot për... Shtetit, se ajo ka përgjegjësi për neve. Se neve taksat ja kemi paguar. Shtetit. Vin vetëm kur kanë allet e tyre për të kërkuar votat. Keni menduar ndonjëherë të lini fshatin dhe të largoheni në qytet? Kam menduar, por nuk kam mundësi. S'ka mundësi, me një rrugë ku do vete.